Kështu që ne duhet jemi shumë të arsyeshëm në atë çfarë pretendojmë. Faktet janë të administruara dhe nga ju si media, ku jo vetëm punonësit e policisë janë dëmtuar për shkak se kanë qenë duke bërë detyrën për garantimin e sigurisë. Kjo shumë e nevojshme edhe për vetë protestuesit në ushtrimin e drejtës tyre paqësore, por sigurisht duhet ndajmë mes atyre që ushtrojnë një drejtë kushtetuese për të reaguar në mënyrë paqësore dhe dikujt tjetër të pakt, të cilët janë dokumentuar, janë procesuar dhe ndjekur penalisht nga Policia e Shtetit dhe Prokuria. Kemi patur dhe masa të konfirmuara edhe nga gjykata, bazuar në gjithë evidencat, përfshi dhe ato materiale audio, video të ofruar edhe nga mediat, ku për fat keq ka patur jo vetëm punonjës policie të goditur, por ka patur edhe punonjës të medias, gazetar, kolegë tuaj, operator, të cilët janë intimiduar, janë sulmuar, konfrontuar nga protestues të dhunshëm. Dhe kjo është fakt. Kjo është fakt publik, e kanë parë të gjithë. Prandaj unë mendoj që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë së shtetit përgjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosht, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shembullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestues të caktuar. Do të vijojnë kështu. Policia e Shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Por patjetër nga ana tjetër, ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin për agjendat caktuara. Zoti Ministër, cila është nevoja që pasi të jetë prangosur një prej protestuesve, qoftë ky i dhunshëm, pasi është prangosur, cila është nevoja që të goditet me shkelma apo me grushta dhe me shkopin gomen nga ana e punonjësve të policisë, pra çka sa ju e konsideroni sjellje shembullore? Sjellja shembullore e policisë së shtetit është e marrë në tërësi. Sjellja shembullore e policisë së shtetit është e marrë në tërësi për gjithë kohën që janë zhvilluar protestat dhe nuk ka pas eskalim, përshkallëzim të sjelljes apo dhunë policore në kushtet ku realisht do të ishin revoltuese jo vetëm për pjesëmarrësin në protestë, por për çdo kënd tjetër. Kështu që kjo është fakt. Kjo është e pakundërshtueshme. Pastaj nëse merremi me situata të caktuara, ku demonstrohet vetëm një fragment i një episodi të caktuar, duke shkëputur nga konteksti, ku luhet shumë mirë dhe me imazhet e montuar në rrjetet sociale, dhe më pas del provohet që në fakt ajo çfarë u shit si një kauzë e dhimbshme ishte qartësi një person i cili shkelte në mënyrë flagrante ligjin, dëmtonte punonjësin e policisë së shtetit, dëmtonte pasurinë e përbashkët. Makinat, mjetet e policisë së shtetit janë mjete të paguar nga taksapaguesit shqiptar. Të intimidosh deputetët e Parlamentit shqiptar, të sulmosh ata, pse po shkojnë të bëjnë detyrën e tyre, kjo nuk ka të bëjë me demokracinë. Dhe çdo punonjës sigurie ka detyrimin ligjor, pikërisht garantohet çdo kënd tjetër, ashtu siç edhe vetë protestuesit të ushtrojnë drejtën e tyre kushtetuese në mënyrë paqësore,